Ceremonia e pritjes për ditën e flamurit. Ai e bën kombin më të plot, e bën shtetin më të gjithëpërfshirës dhe klasën politike më të përgjegjshme. Diaspora shqiptare është shpërndarë në çdo kontinent, është një ure e fuqishme me botën. Është zemra jonë që rrer larg. Është një burim i jashtëzakonshëm ekspertize, investimi dhe diplomacie kulturore. Detyra jonë si shtet është t'i dëgjojmë, t'i përfshijmë dhe t'i krijojmë hapësira reale pjesëmarrje. Të dashur bashkombës, pavarësia sot nuk matet vetëm me histori, ajo matet me standarde. Pavarësia matet me cilësinë e shërbimeve publike, me besimin e qytetarëve tek institucionet, me drejtësinë funksionale. Pavarësia matet me mundësinë që u ofrojmë të rinjve, me dinjitetin që shteti garanton për çdo qytetar dhe me dashurinë për atë. Këto janë sfidat që na bashkojnë, pavarësisht bindjeve tona politike. Të nderuar bashkombës, koha e shpalljes së pavarësisë, bota e Ismail Qemalit dhe Isa Buletinit, ishte ajo e përcaktimit të kufive. Bota e sotme po ndryshon me shpejtësi. Arkitektura e sigurisë globale po rifigurohet me shpejtësinë e evolucionit të teknologjive që ndryshojnë rrënjësisht marrëdhëniet tona me territorin, shtetin, komunitetin, madje edhe me njëri tjetrin. Në këto kohë transformimesh e transformuese, na duhet vendospëri, koherencë dhe vizion për të qenë në krahun e duhur të historisë. Viti 2025 na gjeti në një mjedis gjeopolitik dinamik. Tirana mlodhi këtë vit 47 lider të vendeve dhe organizatave europiane, ku siguria europiane dhe agresioni rus ndaj Ukrainës ishin në qendër të agjendës. Sfidat e sotshme përmbledhen në moton e këtij samiti: Europë e re në një botë të re, unitet, bashkëpunim, veprimi i përbashkët. Shqipëria ka fituar besueshmëri si vend që kontribon në paqe, siguri, zhvillim dhe dialog, si aleate e NATO-s dhe si aktor i përgjegjshëm në rajon. Shqipëria mbetet partnere fort e besueshme për aleatët tanë euroatlantik. Ne jemi krenar për miqësinë dhe partneritetin strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mirënjohës për mbështetjen që ata i kanë dhënë kombit shqiptar. Ne jemi krenar për rolin ton në stabilitetin rajonal, sepse pa stabilitet nuk ka zhvillim, nuk ka të ardhme europiane. Fatet tona u ndan kundër dëshirës tonë. Sot fati i Shqipërisë, i Kosovës dhe gjithë shqiptarëve në rajon është në duart tona. Fatet i kemi bashkuar drejt orientimit euroatlantik, të drejtave të njerëzit, mirëqenies dhe begatisë. Çdo arritje e Kosovës dhe komuniteteve shqiptare në rajon e kudo është krenari për ne. Mbështetja për Kosovën, për konsolidimin e shtetit të saj, për njohje të reja, dialogun dhe integrimin e saj euroatlantik është përgjithmonë konstante dhe mbetet një nga përgjegjësitë tona kombëtare. Sot, kudo ku jetojnë shqiptarët është ditë feste. Festojnë në Shqipëri e në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut e në Maltëzi, në luginën e Preshevës dhe kudo në 5 kontinentet. Është koha të jemi bashkë, të mbështesim zhvillimin e komuniteteve shqiptare dhe të punojmë që çdo shqiptar, brenda dhe jashtë vendit, të ndihet pjesë e një kombi që ecën përpara. Në këtë ditë të shenjtë për ne shqiptarët, le të kujtojmë se pavarësia është detyrim, është thirrja për të qenë të përgjegjshëm, të bashkuar dhe vizionar. Shqipëria ndërtohet më mirë dhe prosperon më shpejt me dialog, me debat konstruktiv për çështje të mëdha, jo duke humbur kohën me çështje dytësore, me institucione që punojnë, jo me institucione që bllokojnë njëri tjetrin. Ne kemi nevojë për një kulturë politike që e vendos interesin kombëtar dhe të qytetarit mbi interesin partijak. Ne kemi nevojë të fokusohemi te prioritetet tona kombëtare që e çojnë vendin përpara. Vetëm të përbashkuar në një qëllim të madh kombëtar, ne mund shmangim ndasitë që vonojnë rrugtimin tonë të përbashkët. Në këtë rrugtim evropian, çdo reformë ka rëndësi, çdo institucion ka përgjegjësi dhe çdo qytetar ka rol. Të nderuar bashkombës, në këtë ditë të shenjtë nuk duhet të harrojmë se pavarësia është dhe festë. Festa e shoqërisë, e familjes, e të rriturve dhe të vegjëlve, e arritjeve të secilit prej nesh. Uroj të festonit të përmbushur dhe të gëzuar, si qytetarë të një vendi ku vlerat njerëzore e komunitare mbizotrojnë dhe ku entuziazmi për arritjet në vijim është i vërtet dhe emocionues. Shqipëria ka ecur shumë, por ka ende për të bërë.
të punojmë së bashku me maturi, bashkëpunim dhe përgjegjësi të përbashkët, të ndërtojmë vendin që meritojmë e me të cilin ne krenohemi. 113 vjet më parë, të parët tanë na lanë një amanet të çmuar. Të ruajmë identitetin, të forcojmë shtetin dhe të mbrojmë lirinë. Detyra jonë sot është ta çojmë këtë amanet në një nivel tjetër. Ta bëjmë Shqipërinë një vend të drejtë, të sigurt, modern dhe europian. Për këtë na duhet guximi i Vlorës i vitit 1912, urtësia dhe mençuria e Ismail Qemalit dhe vullneti i çdo shqiptari. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët, Zoti i bekoft miqtë e Shqipërisë. Është koha të ngrejmë një dolli dhe siç e do tradita e dollisë e shkruar në librin Dollia, ngrihet me 3 shëndete. Mendoj që shëndeti i parë është për ditën e flamurit, ta gëzojmë për jetë ditën e flamurit. Urimi i dytë për flamurin kuqezi, flamurin që na bashkon të gjithëve, ta nderojmë atë për jetë, dhe urimi i tretë është për kombin shqiptar, lavdi për jetë. Le të ndjekim së bashku grupin polifonik të vajzave të Libohovës me këngën Libohova Palc Guri dhe Kcimin e Tropojës nga grupi i vajzave nga Tropoja. Isopolifonia dhe Kcimi i Tropojës janë tashmë dy pasuri botërore jo materiale tonat të mbrojtura nga UNESCO. Lisa